Ura telit në Drisht, e cila përdoret çdo ditë nga banorët dhe nxënësit për të kaluar drejt shkollës, ndodhet në një gjendje të amortizuar dhe shqetësuese. Dëmtimet e vazhdueshme të strukturës kanë shtuar rrezikun për sigurinë e kalimtarëve, veçanërisht të fëmijëve. Lëkundjet e forta gjatë kalimit, si dhe mungesa e elementeve bazë të sigurisë, kanë ngritur shqetësimin te komuniteti lokal, i cili kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Ura e telit në fshatin Drisht është amortizuar ndjeshëm kohët e fundit, duke u kthyer në një rrezik serioz për kalimtarët, sidomos për fëmijët të cilët çdo ditë shkojnë në shkollën 9-vjeçare të Drishtit. Sipas administratorit të njësisë administrative Postriba Venjërqelaj, autoritetet janë në dijeni të situatës dhe pritet që shumë shpejt të nisë një ndërhyrje plot për rehabilitimin e urës në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Publike. Jena avun dijeni, saktësisht kam shkollë vetë në terren aty, e kam pa prej afër problematikën e saj. Kena pas ndërhy para disa muajve një pjesë të saj që ja kanë damtuar, të riparuar me shërbimet publike. Nga që është historikisht e vjetër ajo urë, ka probleme të jashtëzakonshme, e kena ngritë si problem pranë Bashkisë Shkodër. Besoj se shumë shpejt me shërbimet publike do të him një riparim më të thellësishëm, sepse realisht janë shumë probleme aty që edhe priten me ndodhe edhe prapë. Do ta marrim edhe herë nga fillimi, duke pa me zgjidhur komplet problematikën e saj. E ndërtuar prej shumë vitesh dhe pa mirëmbajtje të rregullt, ura përbën tashmë një rrezik real për jetën dhe sigurinë e banorëve të disa fshatrave të Postribës, të cilët e përdorin atë çdo ditë për nevojat e tyre të përditshme.